Prefektura e Shkodrës në bashkëpunim me ZVAP Shkodër ka organizuar një aktivitet në kuadër të përmbytjes së muajit të ndërgjegjësimit kundër trafikimit të qenë njerëzore. Për trafikimin e qenë njerëzore ka 3 raste konkrete për një vit, bëri me dije prefekta e qarkut Shkodër Melinda Ngoni, e cila shtoi se ka shumë raste pa identifikuara. Ajo theksoi se jetojmë në një botë digjitale ku duhet sensibilizuar për këtë fenomen dhe kërkoi të bëjmë pjesëmarrës në denoncimin dhe parandalimin e këtij fenomeni. Situata trafikimit në qarkun e Shkodrës është më mirë se në vitin më parë, por dua të theksoj pse ky aktivitet është i rëndësishëm. Jetojmë në një situatë ku format e rekrutimit, format e skllavërisë janë bërë më të sofistikuara. Pra, rrjetet sociale, jetojmë në një botë digjitale ku është shumë e mirë që të sensibilizojmë vazhdimisht dhe të jemi të hapur ndaj këtij fenomeni. Pra, ideja e këtij aktiviteti përmbyllës është që të bëhemi të gjithë pjesëtar dhe pjesëmarrës në denoncimin, në prononcimin dhe në parandalimin e këtij fenomeni. Raste konkrete për një vit, shifra e deklaruar është 3, por them që janë parandaluar dhe nuk kanë arritur. Por kemi shumë të pa identifikuara, sepse është gjithnjë e më vështirë për të përcaktuar nga komunikimi me rrjetet sociale dhe format e ndryshme sofistikuara që ky fenomen prek. Nëse përpara ne kemi patur tek kufiri dhe kemi thënë e kemi pas më të identifikuar, tash ne po veprojmë me këto format e ndryshme për të gjetur komunikimet, bisedat, rekrutimet që të tjerët përdorin. Prandaj dhe aktivitetet sensibilizuese janë shumë të ndërta. Drejtoria e ZVAP Shkodër Brisela Kadia tha se edukimi është arma më e mirë për të mbrojtur nga fenomenet të tilla. Mund të them që edukimi është arma më e mirë për të mbrojtur nga fenomenet të tilla. Të gjithë ju duhet të jeni të vetëdijshëm për fenomenet e rrezikshme që përballeni në përditshmërinë tuaj, që sigurisht nuk janë të standardizuara, por çdo ditë ka një fenomen edhe më të vështirë që përballet shoqëria, por nga ana tjetër të gjithë ju duhet të dini se kujt i drejtoheni dhe të përballoni më së miri këto rreziqe që ju afrohen nga shoqëria, jo vetëm shqiptare, por edhe shoqëria në përgjithësi. Për këtë kërkohet më shumë vigjilencë nga institucionet përgjegjëse, por dhe një kujdes më i shtuar nga familjarët, ndërkohë gjatë aktivitetit nxënësit e shkollës të Shkodrës mbanin pankarta dhe mesazhe kundër trafikimit të qenë njerëzore.